bazë të censusit fundit, vlerësimi është që janë diku rreth 600.000 kosovarë që jetojnë jashtë, të cilët i takojnë praktikisht gjeneratës parë, ose njerëzve që kanë emigruar vetë. Mirë po jo edhe pasardhësve të tyre, jo edhe fëmijëve të tyre, nipërve të tyre. Vlerësimi është në total prej Kosovës janë afër 1 milion. Duke përfshirë edhe gjeneratën e dytë, në disa raste edhe të tretë. Pastaj si shqiptar jemi më shumë, po aty duhet me i marrë parasysh disa numra të tjerë, sepse njerëzit prej Shqipërisë kanë emigruar në vende tjera për dallim prej njerëzve prej Kosovës. Përderisa prej Shqipërisë emigrimi më i madh është në Greqi, Itali, edhe Shtetet e Bashkuara, prej Kosovës është kryesisht në vende gjermanofolse si Zvicra, Gjermania, Austria, pastaj edhe Britania e Madhe dhe vendet skandinave deri në një farë pike. Po më e rëndësishme se sa jemi, unë mendoj që është se kush jemi edhe çka bojmë. Edhe këtu shpeshherë vihet më pak theksi. Shumë më e rëndësishme se a jemi 1 milion, është më e rëndësishme se brenda çatij 1 milioni, çfarë potenciali ka, çfarë profile njerëzish ka, ku janë vendosur, ku janë të lidhur, në çfarë rrjete, në çfarë shtete, në çfarë organizata. Sepse duke e vënë theksin tek profilet ose te përmbajtja e këtij komuniteti, atëherë ne mundemi me kriju lidhje më të qëndrueshme edhe me i angazhu ata në zhvillimin edhe shtetëndërtimin e Kosovës.